Për dështimin e konstituimit të kuvendit në përpjekje në 24, dy taborët politik edhe kësaj here fajsuan njëri tjetrin për mos zhbllokim të legjislativit. Nga lëvizja vetëvendosja akuzuan partitë e tjera për bojkot dhe sabotazh të procesit të votimit. Deputeti i kësaj partie Artan Abrashi tha se po presin nga gjykata kushtetuese të sqarohet çështja e votimit të fshehtë. Si është e mundshme që deputetët e grupeve parlamentare që përfaqësojnë qytetarët në kuvend votojnë kundër një procedure e cila do të mundësonte rrjedhën normale të funksionimit të institucionit kuvendit, që do të mundësonte zgjedhjen e organit më të lartë, respektivisht kryesisë së kuvendit. Nga ish opozita thanë se LVV duhet të reflektojë për zhbllokimin e kuvendit. Kemi ngelur këtu ku jemi. Nuk votohet me diktat. Sot kemi një ngërç politik artificial, ju bëjmë ftesë për reflektim. Këtë detyrë e ka deputeti me ardhë dhe mu bo pjesë e vendimarrës. Detyrë tjetër, pas të përfaqësimit edhe punëve tjera që janë edhe ligjore dhe kushtetuese, deputetet nuk kanë. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj përsëriti qëndrimin e tij se do të votojë një kandidat që e cilësojnë si unifikues. E kur u pyet nëse për pozitën e kryeparlamentarit do ta votonte Fatmir Limajin, ai shtoi se në këto zgjedhje është e shkuar e harruar. Nuk kam koment. Edhe në një prononcim media kam thonë shkuar e harruar, gati që nuk ekziston emri i tij as për diskutime, as për tema të tilla. Nga partia Fatmir Limajit këmbgulën se kreu i tyre e meriton të jetë kryetari i kuvendit. Si lider politik në Kosovë, nga faktori politik shqiptar, është zoti Limaj që e ka tregu, që mos ta lënë vendin në ngërç. Pra ky është pozicioni, nuk ka pas kërkesa, nuk ka kërkesa për pjesëmarrjen në ekzekutiv. Pavarësisht thirrjeve të njëpasnjëshme nga faktori ndërkombëtare, shoqëria civile, partitë politike nuk po gjejnë edhe më tej konsensus për konstituimin e legjislativit.